Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, Tetorit Roz, Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Social në Bashkinë Devol zhvilloi një aktivitet sensibilizues në kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë Eduard Duro. Ky aktivitet kishte për qëllim të përcillte mesazhin se përballje me këtë sëmundje kërkon bashkim, mbështetje dhe dashuri mes grave. Drejtoresha e Shërbimit dhe Kujdesit Social Zerina Sinani u shpreh se ky është tashmë një aktivitet i kthyer në traditë, që synon jo vetëm simbolikën e ngjyrës së roz, por edhe forcimin e ndërgjegjësimit për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe mbështetjes ndaj grave që po përballen me kancerin e gjirit. Është bërë traditë që në kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë zotit Eduard Duro, Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Social në Bashkinë Devol organizon një aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të Tetorit të Roz. Ky është një aktivitet që jo vetëm të vishemi roz, është një aktivitet ndërgjegjësues, është një aktivitet kur të gjithë ne duhet bëhemi bashkë për t'i dhënë zë, për t'i dhënë forcë dhe për ta mbështetur njëra tjetrën. Është një aktivitet ku më shumë se kur merr kuptim fjala të mbështesim njëra tjetrën dhe t'i japim kurajo atyre vajzave që tashmë këto ditë janë duke përballur me ditët më të vështira të jetës së tyre, një luftë me kancerin e gjirit. Jemi mbledhur sot këtu me të gjitha gratë e Bashkisë Devol, me përfaqësuesit e institucioneve, me përfaqësues nga shëndetësia, ku ngjej rastin dhe t'i falenderoj për pjesëmarrjen dhe një falënderim të veçantë kam dhe për të gjithë qytetarët, për të gjithë kolegët, mikeshat e mia që janë bashkuar sot kësaj kauze. Të përcjellim dashuri, të përcjellim mirësi dhe ajo që është më e rëndësishme, të ndërgjegjësojmë secilën nga ne. Kemi vërtet nevojë të dimë që jeta e grave vlen. Një moment prekës i aktivitetit ishte rrëfimi i Riketa Xhemos, një gruaje që e ka fituar betejën me kancerin e gjirit pas një përballje të gjatë me sëmundjen. Ajo ndau përvojën e saj si shembull frymëzimi për të gjitha gratë që kalojnë të njëjtën sfidë, duke theksuar rëndësinë e guximit, diagnostifikimit të hershëm dhe solidaritetit. Dhe këtë sëmundje kaq, mund të them, agresive, ka bërë një luftë shumë të madhe me veten time. Unë jam ajo që kam fituar jetën sot. Uroj që çdo grua që ta kapë qëndrueshmëri duhet të mbështetet në 3 shtylla, që duhet të ketë ndërgjegjësimi, sensibilizimi edhe diagnostikimi. Me mamografi, qëndrueshmëri, që të kemi një guxim, të mbështetim njëra tjetrën, të jemi të bashkuara më shumë se kur për të fituar kohë, sepse dhurata jonë është jeta jonë që na ka dhuruar Zoti. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe nxënëse të shkollës Fuad Babani, të cilat me pankarta dhe mesazhe sensibilizuese përcollën frymën e mbështetjes dhe kujdesit ndaj grave. Nestila Berberi dhe Ester Çuko, pjesë e kësaj nisme, theksuan se çdo grua që përballet me sëmundjen nuk është vetëm dhe se mbështetja e shoqërisë është thelbësore për t'i dhënë forcë në këtë rrugtim. Si çdo vit, shkolla Fuad Babani në bashkëpunim me Bashkinë e Devollit organizoi një aktivitet kushtuar Tetorit Roz, pra muajit të kancerit të gjirit. Duam t'i themi çdo gruaje se nuk janë vetëm dhe se lufta e tyre është dhe lufta jonë. Ne nxënësit kemi sjellë pankarta dhe kemi krijuar mesazhe të ndryshme për nënat që po përballen me luftën e kancerit të gjirit. Në fund të aktivitetit, pjesëmarrësit u bashkuan në një moment simbolik për të kujtuar rëndësinë e dashurisë, kujdesit dhe ndërgjegjësimit me mesazhin se jeta e çdo gruaje vlen dhe duhet mbrojtur me çdo kusht.